إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdërimet më të sinqerta I takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu plotfuqishëm s'ka askush që mund ta humbë, dhe atë që Allahu I madhruar e devion s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, I cili është një I vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte I dërguari I Tij I fundit, I cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar. Hutbën e kaluar kemi fol për dëmin e madh që shkakton gënjeshtra. Atë smundje që errëson zemrën dhe shkatron besimin ndër njerëz. Sollëm ajete dhe hadithe të pejgamberit ton Muhammedit, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, që qortojnë fuqishëm këtë vepër. Dhe u ndalëm dhe I përmenëm edhe disa lloje më të rrezikshme të gënjeshtrës që mundet me I bë njeriu në këtë dynjë. Kemi përmend se gënjeshtra më e rrezikshme është ajo që bëhet, ajo gënjeshtër që bëhet ndaj Allahut dhe të dërguarit të Tij, Muhammedit, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të. Pastaj e kemi përmend rrezikun e gënjeshtrës në tregti. Pastaj kemi përmend rrezikun e gënjeshtrës për të marrë hakun e dikujt, diçka që nuk takon ty, me rën edhe me gënjeshtra, me e marr atë që nuk takon ty. Madje e kemi përmend edhe një lloj të gënjeshtrës që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qortuar në formë shumë të ashpër, e ajo është që njeriu me pretendu se ka pa diçka në ëndër, pra me gënjy, se ka pa diçka në ëndër, e ajo mos me qenë e saktë. Edhe kjo është një nga llojet e gënjeshtrave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tërheq vërejtjen edhe ka qortuar për të. Sot vëllezër të nderuar, do të ecim më tutje dhe do t'i përmendim disa lloje të gënjeshtrave, vëllezër të nderuar, të cilat vërtet ndoshta në tek shumica jon I konsiderojmë si janë të thjeshta, gënjeshtra shumë të lehta, madje edhe arsyetohemi për to duke thënë ishte shaka, ishte e thjesht, nuk ishte gjë, nuk e kisha për qëllim këtë e kështu me radhë, por duhet ta kem parasysh vëllezër të nderuar se në Islam asnjë gënjeshtër nuk është e padëmshme nëse ajo bëhet qëllimisht. Ajo bëhet me vetdije. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar se çdo gënjeshtër që e bëjmë në përditshmërinë tonë me qëllim, me vetdijen tonë, ajo ka kosto dhe mund të grumbulloj gjunahe të shumta. Për këtë shkak vëllezër të nderuar, ndoshta shumica se juve mund ta kuptoj apo themi që tema e sotit është shumë e lehtë për të kuptuar, por është shumë e vështirë dhe shumë delikate për me jetësu në praktikën tonë. Më konkretisht do të flas për disa lloje, disa forma të gënjeshtrave që për fat të keq janë pjesë e karakterit të shumë njerëzve, ndoshta shumicës tonë, e që ne do të mundohemi t'i trajtojmë ato, t'i qesim në fillimisht në pah, pastaj edhe të mundohemi
ta përmirësojmë se cilin nga ne veten tonë që t'i largojmë ato nga praktika jo në përgjithësi. Nga gënjeshtrat e shumta apo shpeshta që duhet kemi kujdes është gënjeshtra për t'ja tërhequr vërejtjen apo vëmendjen fëmijës. Për të kuptuar ma qartë këtë, po e përmeni një rast, apo një hadith nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi është i sakt përcillet në koleksionin e Ebu Davudit, në cilën transmeton një sahabi i nderuar që ka pas emrin Abdullah ibn Amr ibn As. Ky është një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë të ngritur edhe shumë të respektuar, po kur ka qenë në moshë 3, kur e tregon këtë ngjarje, pra ka qenë fëmijë, thot me një rast, derisa isha fëmijë, vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë tonë, në shtëpi, mi bazë jaret, me vizitu. Edhe thot, unë isha fëmijë edhe luante, lëzte, në borë, apo aty afër derës, edhe nana jeme, thot, më thirri, o Abdullah, eja se ku me dhanë diçka. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj e pyet nanën teme, po të regon Abdullahi, thot e pyet nanën, qa kishe ndërmen me i dhanë? Atëhere nana përgjigje thot, e kisha një hurme dhe dojsha me adhanë me hangër. Atëhere pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, nëse nuk do t'i jepje gjë, ajo do të shkruhej për ty gënjeshtër. Me një fjalë, po ta kishe mashtru edhe djalin tën dvogël në atë moshë, edhe mi thonë, hajde se po të dha diçka, edhe me e mashtru, ajo te Zoti do të shkruhej gënjeshtër. Kështu i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Vëllezër të nderuar, ky hadith vërtet është një shkollë në vete e edukatës prindrore. Se qysh njeriu, qysh prindi duhet mu sill me fëmijën e tij. Ai na mëson se edukimi fillon me fjalën e saktë, me fjalën e vërtetë që i themi të tjerëve në përgjithësi, jo me ligjerata, jo me dënime që mund mi ba, apo me frikë që mund mi ba fëmijëve, po duke tregu shembullin konkret në praktikën tonë. Domthonë na duke qenë shembull konkret për fëmijën tonë në raport me ato marrëdhënie të cilat e ndërtojmë mes fëmijës edhe prindit. Për arsye se fëmija ma shumë mëson nga ajo që ka sheh se sa nga ajo që a i thuhet. Pra ma lep mëson duke pa se sa kur ti kallëzon diçka apo kur te mëson me fjalë. Edhe nëse sheh fëmija që prindi gënjen, edhe ai mëson që mundet me gënjy për me u shpëtu prej situatave të ndryshme. Nëse sheh që prindi justifikon çdo shkelje se me fjalën se kjo punë është e vogël, atëherë edhe ai e relativizon të vërtetën. Domthonë e thot vërtetën atëherë kur i konvenon. Kështu mësohet fëmia. Edhe shembull dhe pasqyrë për të është baba e tij. Për këtë shkak, vëllezër të nderuar, duhet ta kemi parasysh se fëmijët kopjojnë, e më shumti ku kopjojnë janë prindrit e tyre. Dhe nëse i themi fëmijës mos gënje, edhe vetë gënjem, atëherë ta dim që ato fjalë që i thojmë fëmijës krejt bien në tokë. Nëse i themi fëmijës thuaje të vërtetën djali jam, por na në raport me fëmijën fshehim, nuk jem korrekt, manipulojmë e kështu me radhë, atëherë edhe fëmija e kupton një maksim që me thonë të vërtetën vetëm kur i përshtatet. Për arsye se ashtu sheh edhe tek ti. Për këtë shkak, vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formë shumë qartë tregon që kur ndërton raport prind-fëmijë, ndërtojë në raportin më të thellë të sinqeritetit, nëse don me kanë fëmia jot i sinqert. Shpeshherë te na një fjalë përmendet në popull se si kur ka shku dikush me trokit nder tek me thirr dikon, edhe ka dalë fëmia, edhe kur ka thonë, a ki babën këtu, ka thonë, po thot baba që nuk është në shtëpi. Ky realitet e demonstron edhe pasqyron në formën më të qartë se qysh mëson fëmia. Pra, përcjell atë që i thuhet dhe e vëzhgon
sjelljen e mënyrën se si po ndërton baba i tij raportet me njerëz të tjerë, edhe ai e mendon edhe pretendon se kjo është forma më e saktë dhe më e drejtë që ai mundet me ndërtu raportin gjithashtu me të tjerët. Prandaj babai gënjen edhe fëmia e konsideron se kjo është diçka e natyrshme, ose kur e sheh që babai gënjen në disa situata dhe rrethana të caktuara, edhe ai kupton që edhe unë mundem me gënjy në rrethana që më përshtatet edhe që është në favorin tem. Kjo është arsyeja pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të nderuar, i ka dhënë shumë rëndësi kësaj çështjeje. Dhe ju ta keni parasysh, ndoshta shumë prej juve duket kjo, hajtë se kjo është e thjeshtë, ashtu siç e përmenda në fillim, por ta kemi parasysh që kemi përgjegjësi dhe ne jemi ata të cilët faktikisht jemi shëmbëltyra, shembulli që ndjekin gjeneratat të cilat vinë pas neve. Është një përgjegjësi që duhet ta kemi parasysh posaçërisht me fëmijët tanë në përgjithësi. Prandaj ta kemi parasysh që të kujdesemi ndaj fëmijëve tanë, që t'i mësojmë në sinqeritet, në qiltërsi, për arsye se kjo është ajo çka plotëson imanin edhe besimin e një besimtari të sinqert. Prej llojeve të gënjeshtrave, vëllezër të nderuar, që është e përhapur ndër njerëz, është edhe forma e gënjeshtrës për të shtitë të tjerët të qeshin. Në situata të shakas, fatkeqësisht shumë prej njerëzve, edhe besimtarëve të mirëfillt, nuk i ruhen edhe nxjerrin nga goja e tyre fjalë që nuk janë të sakta vetëm për mi bë të tjerët të qeshin. Kurse nuk e din që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith të saktë, mirë për atë që flet gënjeshtra për t'i bërë të tjerët të qeshin. Mirë për të. E shëndon Tirmidhiu në koleksionin e tij. Pra, kjo është një nga dëmet më të mëdha të kohës edhe të shoqërisë tonë, vëllezër të nderuar. Nuk i ruhemi fare kur është në pyetje me mvesh diçka, me anxhit dikujt në ai fjalë ose në ai veprim ose nga gjë që faktikisht këj synimi jonë është për me shti të tjerë në mezhlis, me bë shaka, me utall, me kesh e kështu me radhë. Nuk është e ndaluar që njeri me qesh, edhe me bë shaka. Po ajo që është e ndaluar është që për me ardhe të shakaja me përdor gënjeshtren e aq më pak ofendimin apo nënçmimin e tjerëve. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bë hajgare. Po e përmeni një shembull thjesht. Një rast ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një grua e moshuar, në moshë shumë thellë. Edhe i ka thënë: "Oj dërguar i Zotit, lut te Allahun me mbë pe xhenetlive." Pra pe lut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me bë dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me bë pe xhenetlive. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e shikon atë plak që ishte e lodhur edhe e mërzitshme, thot: "Pse? A nuk e din ti, thot, që plakat nuk kanë me hyrë në xhenet?" Thot: "A nuk e din ti që plakat nuk kanë me hyrë në xhenet?" Kur e nin këtë fjalë kjo gruaja mërzitet shumë, edhe fillon me çajt e me vajtu, thot: "Ku për mua çam pas ka gjet. Pra unë nuk do të jem pe xhenetlive." Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i buzëqesh asaj, thot: "A nuk e din ti që çdo banor i xhenetit që do të futet në xhenet do të jetë moshën rinore, për arsye se nuk do të jenë pleq xhenetlit, do thot në xhenet. Mosha mesatare që është transmetohet në disa hadithe është 33 vjet. As rini e hershme, as pleqëri e thellë, po rinia, ajo mosha mesatare, kjo do të jetë, do thot, mosha e xhenetlive në xhenet. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bë shaka, ka bë hajgare me këtë grua që ta buzëqesh, që ta shtin fillimisht të mërzitet, pastaj edhe të gëzohet me këtë formë të shakas, por nuk ka gënyer në jetën e tij. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shumë raste, kemi edhe raste tjera, në çdo fjalë që e ka thënë të vërtetën. Prandaj edhe ju ta keni parasysh këtë, në sjellje me të tjerët, në përgjigje me të tjerë, në hajgaret të cilat i përdorni, të jenë ato fjalë të cilat nuk mashtrojnë tjetrin, apo mveshin, janë gjesin diçka që i thojnë në gjuhën e popullit, mi ba iftira tjetrit, edhe synimi jëtë me qenë për mishtit të tjerët me qesh. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka po mallkon edhe po thot mirë për atë që e ka këtë shprehi, që e bën do thot këtë vepër.
Lusim Allahun e Madhreshëm e na bën nga ata cilët na ndihmon të jemi të drejtë dhe të ndershëm. Na bën prej atyre që i edukojmë fëmijët tanë në sinqeritet, në qiltërsi dhe ta mbajmë fjalën tonë të pastër si drita që uzon zemrat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون